Mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Shqip është i gjithë shqiptarëve kudo ata janë dhe kanë një ngjarje, kanë një emocion, kanë një ndjesi, kanë një pakënaqësi për të ndarë. Një zotëri i nderuar në Kosovë, i cili quhet Bedri Statovci, është ish mësimdhënës i Politeknikut në Kosovë, në Prishtinë, tashmë pensionist, është bletëritës nga viti 2000, është bletëritës në 5 dekada dhe tashmë është dhe apiterapeut i certifikuar në Beograd. Ka klinikën e bletës në fshatin Batllav në Podujev, Kosovë. S'po i lexoj unë kështu se s'më pëlqen, është më mirë kur i dëgjoj prej tij. Në fakt unë nuk e njoh zotin Statovci, ai shkroi dhe tha, kemi një ngjarje në bletëritësit e Kosovës, duam ta ndajmë në Shqip. I mirë se ardhur. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Kam derin që jemi mysafir të këtij programi, që të mos ju Rudina, ju njejnë krejt opinioni publik, sidomos gjithë trojtë shqiptare. Jeni një çdo i fuqishëm i gazetarisë, jeni moderatore, jeni shkrimtare. Një farforme ne ju njohim si gazetare ndërfjellët profesionale shqiptare. Faleminderit për thjeshtën. Kënaqësi. Shqip është zëri të gjithë shqiptarëve që kanë për të ndarë. Në këtë rast ju do më ndarit një ngjarje të bukur që ka ndodhur në Danimark, po si fillim unë dua të kuptoj diçka më shumë. Ju jeni në Prishtinë apo jeni në Podujev, ku jetoni? Ne jetojmë në fshat, në komuna e Podujevës. Llapi. Në Llap. Në Llap. Sa larg Prishtinës është Llapi? Është 30 kilometra. Afër fare, lagje Prishtinë. Deri Prishtinës. Po. Dhe ju jeni, ku keni dhënë mësim? Dikur në Po, fillimisht kem punu në gjimnazin Somi Frashteri në Prishtinë. Pastaj ai gjimnaz ka qenë, po më ka pas paralele të ndara edhe në Fushë Kosovë. Kështu që më vonë edhe në Fushë Kosovë. Edhe ja 7 vjet kum punu para pensionit për shkak të reformave të arsimit, vetëm pa normë në Film City, në Kfar, Prishtinë. Tani jemi në pension. Tani që jeni në pension, ju nuk jeni në pension, sepse punoni, tani punoni për vete, dhe punoni me bletës. Cila është marrëdhënia juaj me bletës? 50 vjeçare, lexoj? Po, është vërtet se kam një minus, se nuk më del dica tash. I raportet që për këtë me bletën jemi do të thosha të mishruar. Veç 5 dekada, dhe më 55 vjetë mirës me bletën, së më kam me tjetër veç mirë të jam jalun porosinë, se shkojmë për kësaj botë ma heret në guri me ma gravu bletën në guri të borit. Ashtë jam mishru. Kështu që nuk di. Kur e njini bletën kaq shumë, çfarë mund të më thoni? Jo, ndjes, kur e njini bletën kaq shumë, çfarë mund të më thoni sot për të? Çfarë është bleta? Se ne kur themi bleta, ne në fakt mendojmë mjalti, po unë dua të di për bletën, ç'është ajo? Për ne, për njerëzit. Po të vërtet që njerëzia që s'kan të bojnë nuk miren në atë punë, nuk e njohin në veprimtari, momenti kur përmendet bleta, më njëherë aludon tek tumbi i bletës, po fillimisht njerë mendojnë diçka që është e ëmbël, të mjalta. Mirë po, bleta i ka edhe disa të mira të veta, ka disa produkte do të thashë. Fillimisht, bleta është e mishrume, e familiarizume bashkë me njeriun, me ekzistencën e njeriut. Prej që ekziston njerëzimi është edhe bleta. Ata edhe janë shoqëru me kohë, por me kalimin e kohës, bletën e shodhen nga pyli, nga trungu, e futën në për shtëpia. Natyrisht janë në për shtëpia, po tash edhe në për shtëpia, po i punun standardet e bon standardizimin e foleve tyne, koshkereve tyne. Kështu që në botë sot ekziston një bletari do thoshta e standardizume, e avansume. Si me teknologji, një ashtu edhe me folen që ka me
pastaj janë marrë shumë shkenca, apikultura, është shkenca bletharisht, është një degje bujqësisë, e cila është e avancuar, ka ishë në trendin. Mirë po nuk do të thotë ne që bletën e njohëm. Bleta është përplot sekrete, misterje, që do të thosha vetëm 1% vogël sot bota njeh për bletën. Po, ju çfarë dini më shumë për bletën që mund t'i ndani, mund t'i tregoni, apo janë ato sekretet, mos i tregojmë, të mos e prekim bletën, ta lëmë atje ku është. Po, realisht me thonë 300.000 me apiterapi, jam përndryshe apiterapeut të certifikuar. Ju jeni apiterapeut. Më fal, çfarë është apiterapeutia? Jo, më fal, se po merret goja. Apiterapia. Po. Apis të thotë bleta. Terapi, trajtim. Trajtimi, apiterapia ndryshe në Shqip kish me thilluar trajtimi i problemeve më të ndryshme shëndetësore me produktet e bletës. Pa. Duhet jesh mjek që të jesh i fokusuar te apiterapia, apo duhet jesh bletaritës? Më thënë, çfarë duhet? E keni shtruar një pyetje shumë profesionale. Ky është një krim i mjekësisë konvencionale me atë popullore, do të thosha, ose alternative. Edhe kjo, po nuk involvove mjekësinë konvencionale, nuk funksionon siç duhet. Përndryshe, të mirësh me apiterapi ka dhe rreziqet e veta. Kështu që dashte apo s'dashte do të kesh kontakte me mjekët konvencional. Kjo nuk funksionon, formën profesionale, po nuk e kem brenda në atë shtëpizin ku janë bletët edhe antishok terapi, sepse është vendi ku provokohen alergjit më të ndryshme. Sot njeriu nuk e ka atë imunitetin më pashëm, edhe është i sulmuar gjithandej nga lloj-lloj alergjish. Në një tarë më të afër, preske edhe vetë alergologët kërkojnë ndihmë nga ne apiterapeutët. Sepse apiterapia është një farmaci e natyrës, farmaci e bletës, pak e hulumtume, ma shumë e pa hulumtume. Domthonë është përplot sekret. Ndalojmë pak tek Apimondja 2025, eventi ku ju ishit dhe për cilin doni të tregoni. Çfarë ndodhi në këtë takim? Që ju them, momentin kur e kam hap klinikën e bletës të në fshat në Batllap, i mundu t'i përmbahem standardeve më të larta, i kam hyrë edhe një hulumtimi. Sepse apiterapia në klinikën tonë në Batllap ka mundësi të ofroj pacientëve 5 trajtimesh. Trajtimi me ajrin e bletës, është i pasur me vajra esenciale flavonoide, me nektarin e luleve, që i jepet me teknologjinë bashkëkohore. Më fal, të lutem regjia, më ndalo te kosheret. Jemi te kosheret, do po flasim për bletët e shtëpisë në fillim. Po. 50 trajtime thoni ju. 5 lloje trajtimesh. 5 lloje trajtimesh, kurse në Rusi, për shembull, apiterapia ka mundësi pacientëve mi ofruar 7 lloje trajtimesh. Po. Përse? Për çfarë? Po ç'tash po ju them. Nuk kemi këtu financiarisht edhe në formën institucionale nuk kemi mbështetje për me realizuar gjitha. Jo, rim të ato që bëjmë. Më fal, zoti Catovsi, rim të ato që bëjmë, pastaj ato që s'bëjmë dot. Do të thënë, çfarë bëni ju me bletët, që ta kuptoj? Çfarë lloj terapish, për cilën lloj sëmundje dhe me çfarë? Me mjaltin, me... Po. Por flasim me produktet e bletës, trajtimi i problemeve ndryshme shëndetësore me produktet e bletës, ne kemi futur në trajtim pacientëve se produkt është edhe sjellja e nektarit prej natyre.
një prej trajtimeve është me aeroterapia. Trajtimi i dytë është trajtimi me avullin e propolisit. Propolisi është një antibiotik natyral i kur në rreth 285 elemente përbërëse, është fort, ka efekte, sidomos në dhe alergjisht, po edhe në antibiotik, antibakterial, antivirusal. Një fjallë, është një farmaci ende pa hulumtume. Vetëm 50 elemente propolisit sot dihen çka janë. Si trajtimi i tretë është trajtimi i kolonës vertebrale, tunazhave të kurrizit, por jo me operacion, për pacientat që kanë ankesa për më të lehta jo të operacionit, me anë të mjaltës freskët dhe me masazh. Masazh me mjalt? Po. Trajtimi i katërt, që një kënë thonë është trati i biorezonimit. Kur frekuencat gjitha ta individ bletë, rreth 300.000 individ bletë në shtratin e biorezonimit, krijojnë një fushë biomagnetike që arrin me bo shkarkimin e fushës magnetike të njeriut. Një farë forme me bo një relaks, një farë lloj resetimi tek njeriu. Trajtimi i katërt është trajtimi me apitoksin. Apitoksin. Ndryshe popullore trajtimi me helmin e bletës. Me helmin? Sot ekzistojnë rreth 136 probleme reumatizmale tek njeriu. Edhe shumë prej tyre i lehtëson trajtimi me anën e apitoksinës, me helmin e bletës. Disa dhe i shëron. Baba i kësaj lamije, do të thësha, është Terç, një austriak, i cili për herë të parë e ka vënë veprim këtë mjekësinë moderne edhe apitoksinë. Nëse themi pse në Kosovë ose në trojët shqiptare nuk ekziston mundësia që të bëhet formën profesionale këtë trajtim, nuk bëhet sepse Ministria e Shëndetësisë produktet e bletës duhet me i fut në listën për trajtimin e pacientëve. Kjo ka të bëj me ministrinë. Në formën institucionale, i vetmi vend në botë që e shfryzon, e zbaton këtë veprimtari, është Rusia. Vitin e kaluar, Dortmund, panaherë në Gjermani, me Gjerman po bisedojmë ata, po i thonë pyetja por ishte në kontakt me ta, a keni licencë kune? Ata po thojnë jo. Domthonjë se askund në botë një farë forme, kjo veprimtaria jona që ne punojmë në krejt Evropën bëhet në formë jo institucionale, por me rreziqe, me një kujdes të veçantë. Kongresi i apiterapisë, çfarë ju tregoi juve? Ju jeni pjesëmarrës atje, domethënë ishit vëzhgues, në çfarë funksioni shkoni ju nga Kosova? Ju njohin për këtë që bëni pra? Në klinikën tonë këtu në Basov, unë i kumbo rreth 1000 matje për paraqit një hulumtim shkencor rreth 2 vjet në Kongresin e 49 botëror bletarisht që u majtë si vjet në Kopenhag, nga 23 dhe 27 shtator. Ishte një përvojë jashtëzakonshme, sepse për herë të parë morëm pjesë në një eveniment të tillë botëror. Ata, Komiteti Shkencor i Kongresit, me kohë na kanë njoftuar se ju jeni punimi juaj, hulumtimi juaj është i pranuar për prezantim formë posteri. Na i kanë qenë standardet e kemi punuar. Kriteret, gjitha ato që duhet, edhe punimi im në Kopenhag, në holin e posterve, ka qenë 332 numri. Aty kem pas rast të bëjmë përvoja edhe të shohim aktivitetet edhe hulumtimet edhe punimet e krejt botës aty. Zakonisht në kongreset të tilla botërore detarisht ekzistojnë 7 module hulumtimeve shkencore të bletës. Për shembull, biologjia e bletës,
shëndeti i bletës, apiterapia, teknologjia, ekonomia, produktet e bletës, ulëmtimi rreth kualitetit mjaltit. Edhe i këtojnë 7 modulet të ulëmtimeve. Ne në këtë kongres ishim pjesëmarrës në lamin e apiterapisë. Po, mund të flasim pak më shumë për studimin tuaj, dhe më thënë, çfarë ofruat ju diçka në këtë kongres? Çfarë kishit në... Kriteret e posterit kanë qenë që teksti jetë sa më i pakët, për të klasin diagramet, skicat, fotot. Kështu që kemi përmbajtur formë më strikte, që me arrit një farforme do të thësha ta konsumojnë gjitha ato kategoritë apo vizitorët, cilët edhe nuk mirën me shkencën, por janë bletëritës dhe dojnë me kuptu. Domethënë posteri do të jetë sa më i qartë, por edhe më i thjeshtë. Në posterin tim është përfshi kartela një pacienti klinik i cili është trajtu me ajrin e bletës, po për shkak trishës që ka pru prej analizave laboratorike, është vërejtë se pacienti ka edhe mykun në laringun edhe në sinus. Kështu që ne kemi bërë një trajtim të kombinuar me vajra esenciale, me ajrin e bletës edhe me propolis. Edhe rezultatet kanë qenë evidente. Në parametrat e përmirësimit të pacientit janë paraqitur në diagram. Ne nuk kemi rast të mjavon me pa formën diagramit se që është paraqit, por me kalimin e kohës pacienti ka qenë në 3 ditët e para ka u këtë fare e ka gjujt atë masë ndimse që e ka bajt me veti. Dhe më thonë se trajtimi me ajrin e bletës është plot për plot shtetësi, është një farmaci në veti. Trajtimi me ajrin e bletës bëhet aty, bëhet në vend, nuk mund ta bësh në shtëpi, si më thon, duhet të jesh aty për të bërë trajtimin. Ne kemi inhalatorin ma modern, ma i perfekcionu, sepse në këtë lami, se për këtë trajtimi me ajrin e bletës, pak në botë janë Gjerman me inhalatorin të ndikura sistem. A inhalator është mas i perfekcionu edhe inxinierët Gjermanë dhe bletëritës profesionale. Marë 5 vjetë për lëmtin në institutin Max Planck në Enit për me bëha më të mirën të mundshme rreth trajtimit. Edhe ne këtij hulumtimi i kemi hyrë, sepse çdo herë kam qenë kurreshtar, çka po ndodh me pacientin që merr ajrin e bletës. Detyrimisht jemi involvuar në mjekësinë konvencionale për me hyrë atë mjekësinë alternative. Tash kemi informacione edhe gjitha ato se çka ndodh me ajrin e bletës kur e fut në diafragmë, si përzihet, si kalon deri në gjatë. Molekulat e nektarit, për postë-oksigenit që i pranojnë alveolat. Unë kam dëgjuar për trajtimin me ajër, madje më duket se në farmasot tjera në Ersek folën për këtë gjë, e kishin futur si trajtim, dhe më thënë, ma ka vrarë veshin, por ka menduar se është diçka që ti e bën për qef, e provon. Në fakt ju mendoni që ajo është, në qoftë se nuk e bën një herë, po në vazhdim, ajo është shëruse, ka veti shëruse, pra, po propozoni ju, po bëni ju. Krejt e mira e kësaj është që trajtimi me ajrin e bletës është për të përmirësuar parametrat të shëndetit. Parametrat e kujt? Të shëndetit. Të shëndetit. Do më thënë, bëhet në përgjithësi për shëndetin e përgjithshëm të trupit, apo? Shëndetin e përgjithshëm për imunitetin. Për imunitetin. Mirës në këso klinikash apo në apiterapi apo çfarë trajtimin me këto produkte bletës është mirë jenë kryesisht pacient jo pe klinike, është e vështirë sepse çdo trajtim me produktet e bletës llogaritet si më i butë natyrisht pa efekte anësore, shumë i shnosh. Janë të disa kritere. Nuk është mirë me funksionu kjo për qyteteve. Është mirë spaku 5-6 kilometra larg qytetit, larg tregut, larg kontejnereve,
sepse bleta ku të gjena mëlqira I kullot. Pacienti ka nevojë për nektarin e lulës, jo për livoreve të bastonit e kupodionit, avanozave thyme. Unë do kritera aty. Që tjetë sa ma e efektshëm të këtë. Çfarë bënin tjetër njerëz të cilët ju takuat atje përveç asaj që ju bëni? Çfarë pat që bënin ata? Kjo është një segment, kjo që po flitni ju një pyetje që ma bot profesionale, sepse me të vërtetë nuk është interesant si veç më shku me volumtimin tonë shkencore dhe më lidh veç për atë volumtim. Një pasëm rastin të këndejnë përvojat me bletritës të botës, shohim teknologjitë e fundit, por e mira së mirës ka qenë që me mira e mundshme ka qenë kontakti me bletritës sloven. Slovenët kanë një kulturë në qanë, ata që përket bletës, ata në shumë të avansum. Pile, halë, po iniciative të slovenëve është që të kanë marë si kanë tentu të parasit në punët e varkuara, kanë përkuti të formohet të jetë një ditë botërore e bletës. Ta është iniciativa 20 maj, dita botërore e bletës. Kjo është ditëlindja e Slovenit. Ata kemë gjetë kërkaje shtetje rreth këndimit të përvojave edhe të organizimit të kurseve ndryshme të kësaj jamie, nëse ne jemi të gatshëm të hesim të punë. Nëse ata ishin shumë të interesuar në një formë më profesionale. Pastaj aty kontaktuam me një përfaqësues I cili nuk më këto themi ti, po në vitin 2027 do të organizohet konferenca 5 botërore në një qytet anglisht, ku aty ekspozohen volumtimet shkencore rreth propolisit. Propolisi është një botë, një farmasi e pahulumtuar. E pahulumtuar? E pahulumtuar. Ka tregova më herë, I ka rreth 235 elemente përbërëse, po është në puja propolisit me marrë me këshirë ka do të propolis. Më falë, të pyes për diçka, se ju flisni për propolisin dhe thoni që pa ulumtuar. Ky që blejmë ne në për këto dyqanet që na thonë bli propolis dhe të bën mirë për grykën, çfarë na shesin? Ç'a blejmë ne? Ky është I tretur 20%. Ky është që po shihni është 30%. Do të jetë, edhe këtu ka kritere për propolisin. Ky është propolisi I tretë në cili preferohen forma ndryshme, domthonë ekzistojnë shumë receta të produkteve të bletës, por propolisi është shumë I mirë për fytyn, edhe për organizëm brenda, për kupodione. Ky është për kollën e fytit, është fort I mirë, fond spray. Për kollën e fytit, po qumshti I bletës, përse është I mirë? Qumshti I bletës është një temë vetë I cili ndoshta do të më fol një orë për ta. Ne në çfarë jemi sigurisht që nuk kemi kohë të flasim për qumshtin, po edhe aty ka disa kritere. Qumshti I bletës është matrapat, lloj facilitimesh bën, edhe nëse hasim tek qumshti natyral I bletës, pa efektet jashtëzakonshme diçka. Qumshti I bletës nuk ka afat shumë të qëndrimit, më shumë të operojnë frigorifer një vjetë. Kushte specifike dhe temperatura është shumë e nevojshme adekuate për qumshtin e bletës. Natyrisht ka shumë probleme sot mjekësia nuk arrin tru ekuilibri njeriut me intervenu me skalper, po provan si alternativ diçka në qumshtin e bletëreshës me zbatu tek pacientat. Po për çfarë? Për çfarë? Më thënë, unë për shembull kam përdorur qumshblete për imunitet. Për çfarë tjetër përdoret? Bletës ka një spektër gjanë veprimi që me hi nuk I nxjerr lista. Onë për gjitha. Për imunitet, është stimulant I trunit, për rigenerimin e qelizave, është dhe kundër plagës. Ka
Ti mundesh me marrë një shembull çfarë mrekullie është qumshti i bletët. Vesh tani mbretëreshe që ushqehet me qumshtin e bletës jeton 6 vjet. E njëjta vesh nëse ushqehet me ushqim larva, ajo larvë nëse ushqehet me ushqim bletës punëtore jeton 30-35 vjet. Çfarë diferencë ka bo ushqimi në qumshtin mbretëreshës te e njëjta larvë. Po si ta di unë që është po blejësh qumshin mbretëreshës dhe jo qumshin i bletët zakonshme? Na vjen keq, nuk do të keni shans me ditë ku. Ma shumë shkon në formë besimi, edhe ka njerëz që në Shqipëri prodhues qumshtin mbretëreshës shumë serios ka. Po. Unë i një plot. Janë Gjirokastër, një atje në Apollonite, Dhërmi, një edhe ofër në periferi Tiranës, ta shemnat në divës, ta kondevin për mu. Më një njerëz serios, të cilët prodhojnë dhe shesin në mënyrë serioze. Po. Ata, Luan Merdani, për shembull, i Gjirokastës, është një mbretëres shumë profesional. Ai edhe mbledh qumshtin mbretëreshës, po dhe i prodhon mbretëresha. Ata një mbretëres shumë profesional. Sepse e keqja është që e gjitha është në formë besimi, nuk është asgjë institucionalizuar. Po, Ferdinand Mushkaj, gafieri, është një mbretëres shumë profesional. Edhe mirë. Ju punoni me ta, bashkëpunoni, komunikoni, si funksionon? Unë mendoj që vetëm mbretëressit janë unik krejt rrugës shqiptare. As një lami shqiptarët nuk mund i bojnë bashkë. Po mbretëressit i kanë thyt gjitha barrierat. Ne jemi shembulli më i mirë i bashkimit trojeve shqiptare. Vitin e kaluar ne kemi pas një takim në Prizren, mbretëressit të gjitha trojeve shqiptare. Këtu i falenderoj një ekipit mbretëressh, nga jemi Ibrahimi Pjolqini. Këta janë koordinator ti të bimi, Luan Pytyqi, pastaj Musmi Ramadani të Tovës, Luan Pytyqi në Prishtinë. Dhe u takua të gjithë bashkë dhe ndatë. Këta kanë qenë koordinator që i kanë mrit me i bu bashkë gjitha trojet shqiptare. Më tregoni pak çfarë bët në atë takim? Ndatë prodhimet e bletëve këteja ndej kufirit, çfarë bët ju aty? Aja ka qenë një ditë e pa rushme, ka qenë mësfare, shkurt ka qenë një këmbim përvoja, që takim njojen me zvedi, ka qenë një ditë që së harot. Unë do të thësha një farforme, a i ka qenë kongresi i parë i bletarisë shqiptare. Nuk ka qenë atë formën, që thësh, ku po dhiju në banë, hullumtime, aty, po ka qenë një fort bukur ka qenë. E kemi kalu një ditë që zëtharojnë kur bletarët. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Mund të keni rënë ju në një mendje ku bëhet mjalti më i mirë në cilën tokë shqiptare, në cilën prej vendeve tona? Po du me lidh me Kongresin Botëror Bletës. Dita e fundit ishte Global Honey Bar. Dita mjaltat e bari mjaltrave botërore e të botës. Aty ekspozun rreth 300 mjaltra, 300 lloje mjaltrash. Dikun morën pjesë, nëse se gaboj, kanë qenë rreth 45 shtete me kualitetet e veta. Edhe kishin rast vizitorët me një shkopin druni me shiju atë gjitha të mjaltrat. Aty ishte edhe manuka e gjitha mjaltrat që i ka dalë zonin e asaj, po asë një kualitet në botë nuk është i njëjtë i mjaltrave. Asë kush nuk ka drejt me thonë mjaltra e është në e mira e nuk vjetë. Nëse kejtë në varet prej specifikave të renit kullosës. Asë tinët me zvedi që janë afer, nuk e kanë kualitetin e njëjtë. Mjaltra me mirë, për shëndetin e njeriut, është mjaltra e poliflorës, ku përbërës janë shumë lloj-llojshmëria e luleve. Më falë, atëre mjalti si quhet ky lloj mjalt? Mjalti i poliflorës? Poliflorës, do në mjalti shumë lulesh. I shumë luleve, po. Po. Se, për shembull,
Kjo mjaltë që po shihni ju, është e këtë mrapa është bjen poshtë, si vjetë është kjo mjaltë e malit, është një cilësi e tull, nuk është e kualitetit lartë, sepse bazë e ka mjaltin që i ka mbledh bleta pe i gjetheve, sharit e bungut edhe lajtisë ku pëdhjune. Cili është mjalti kualitetit e lartë? Mjalti i kualitetit është mjalti i shumë vlefshmërisë të uleve. Më falë, t'ju bëj një pyetje, unë e kam kaluar këtë fazën, po shikoj që të tjerë jo. Befas në Shqipëri u çmendën për mjaltin e Manukës, edhe ai shitej me çmime siç është shtrenjtë, edhe unë e kam pas blerë dikur në Londër, pastaj hoqa dorë se thash më mirë të rritë mjalti i vendit tim, se mendoj që ai më bën mirë. Nuk e di. Por një logjik e kapshme. Fort një qëndrim i korrekt i juaj, nëse përket kësaj, të provojmë mjaltat tona, është e vërtetë. Mjaltën Manuka, Bauk e kanë bërë punën e mjaltës Manuka, e kanë ngritë në qiell analfabetët. Njerëz me probleme shëndetësore, edhe shkencërisht ajo nuk qëndron. Mjalta Manuka dominon me një element që quhet antibiotik, për shkak të nektarit të lules Manuka, mirë po ku po mbeshin elemente tjera, nuk është esenciale gjithmonë, nuk është thembra kili cik mjalta vetëm antibiotik. Aja du të ketë edhe shumë elemente tjera për bërshë. Vetëm mjalta është një ushqim i cili nuk i kalon apatit, nuk primbet. Nuk prishet? Edhe nuk prishet, me mija vjetë natyrisht largë dritës. Ja, një moment, më falë. Për shembull, tani, unë pëlqej të kuptoj llojet e ndryshme të mjaltit. Për shembull, mjalti marea, ose mjaltrat e idhur, më duken mjaltra interesant. Mund të kuptoj diçka më shumë për këtë? Si vjetë ishëm tek mishtë në Shqipëri, vizitunë, para në 2 vite, nuk i ka për qarë, pasëm rast të shofim edhe kullosën në mare. Unë nuk kam drejt me folë në drejtim se nuk e di, nuk e bo analizat cila është me e mira. Në folë laboratorike. Mirë po, unë e po them, nuk ka drejt kërkush me thonë mjalta kjo është me e mira dhe kjo nuk ka, asë një kualitet i njëjtë në botë nuk është. Atëre, nuk e bëjmë kështu pyetjen. Rim të mjaltrat e trojeve shqiptare. Cilat janë mjaltrat e mira, pa bërë krahasi me kush çfarë? Cilat janë llojet e mira të mjaltit në shqiptari? Mjaltat mira janë të gjitha, por nëse flasim për mjaltën organik, ato janë do kritere tjera. Për shembull, kështu është një bletërit që prodhon mjalt, bletet, ka kriteret, ka kriju kritere, standardin që arrin me mbledh mjalt organik. Jashtë vendbanimeve, zikun 6 kilometra. Me të gjikoka i Peldeçani. Ai ka monitorohet për Zvicranëve, i cili ka arrit edhe sot është gjendje me shqitë dhe një farë me është i garantu si mjaltës. Të në pyjtje këtu të pastërtia e mjaltës, në pyjtje edhe veç kualiteti. Mjalta organike në Shqipëri nuk di kusht është i certifikun për mjaltën organike, po është e vërtet që përgjithësi bletëritës janë në venet rurale, ka shtëpia, banime e tjera donë. Rreth mjaltës me mira, unë kësha unë është mirë me liru të unë se gjitha mjaltat janë të mira. Gjitha të kanë efektin. Ajo për 7 minuta përzihet me gjakun kur të kalon blok njeriut. Kjo është. E keqja me madhe tek mjaltrat, që të jetë edhe rrezikshme për njeriu, është kur bëhet trajtimi i problemeve shëndetësore të bletës me disa produkte që në standarde evropiane janë të ndaluara të përdoren. Për shembull amitrazha. Edhe ata i përdorin ato, e hanë edhe vetë, ja fëmijët vetë, si me vedije, pa vedije, në gjëna zonat, mirë po sasia helmit mbetet aty në mjaltë. Edhe këto është e keqja me madhe.
Atëre, më fal, ndjes, se unë ju thatë të gjitha mjaltrat janë të mira, pra nuk qekshin të gjitha të mira. Disa kanë helmin brenda që e bëjnë pa vetdije njerëz ose edhe me vetdije njerëz të cilët duhen të largohen nga kjo industri. Mjalta si mjalta është e mirë, po që është e rreziqe. Pe mos kujdesit bletërisit, aty është ajo brengosëse. Fakt është ku ta dheni ju edhe ne. Unë nuk jem gjeni me kërkuj mjalta s'kujt. Sepse kam informacione, tash edhe fillon njëri me dyshu. Kështu që është mirë, kur tenton njëri me ble mjaltë për një bletërisit profesionist që lexon ka informacione, është parimor, edhe shkurt trajtimin e bledhe nuk e bën me preparatet ndalume. Aty është e keqja me. Përbes, unë këtu shpesh morin vinë njerëzia, kërkojnë, thënë, trego çfarë mjalti është kvalitet. Ja, belat dhe me nëzirë me njerëz këtu. Me anë të refraktometrit, është një aparat që tregon lagështinë dhe sheqerin tek mjalta, pak mund kupton se është mjaltë natyrale apo çka është. Për mjaltën e shnosh edhe të mirë, verdiktin e hapin vetëm analizat laboratorike, dhe asë për tjetë. Analiza? Çfarë analize bëhet? Si mund ta bësh vetë, për shembull? Merr një mjaltë dhe shkoni bën analizën përpara se ta fusësh në shtëpi. Ku bëhet kjo analizë? Nuk... unë për veti, mas 55 vjetë që mirën me bletë edhe sot ashe ditë mashtro. Nuk ka analizë. Analiza në Instituti i Veterinës ka diçka mundësi me nxjerrë, por në detaje është vetëm Instituti i Bletarisë. Instituti i Bletarie këtu nuk ka. Ka në Slovenë të vegan. Kështu që... Po se tani e zdim që të bëjmë? Mjalta do të blehet më shumë me besim tek njerëzit që i beson edhe i shpeh, tek ndoj mik. Përndryshe, mjalta tregut dhe të jetë shumë e rrezikshme. Po, më falni, se ka një problem, e rrezikshme, thoni ju, e rrezikshme, se deri tani njerëzit mendojnë që dhe pyesin, si është dallohet mjalti i mirë nga mjalti i keq, dhe rrezik quajnë që i hedh sheqer. Do thënë e bën këtë ka quajtur rrezik. Në fakt rreziku cili është për mjaltin? Shumë pak është rrezik me sheqer, që është rrezik me ato substancat kamitrazhes mjalt. Ajo vret njeri sepse ajo ka lënë gjak mal, është shumë problem. Sepse po pse ja hedhin ato substanca? Përse? Ja hedhin, nuk ja hedhin, por trajtimi i bletëve. I bletës kundër smundjeve për mja vra parazitin, disa përmija mikroskopike mbeten mjalt ato, as filtrisinal. Atëherë, si e bëjnë profesionistët? Nuk e përdorin këtë për të vrarë parazitin? Po, profesionistët nuk e përdorin këtë trajtim, kanë probleme me qitë mbletën pranë verë, natyrisht, por i kanë janë edhe disa rregulla që amitrazha mund përdoret, por me kur që kornizat e mjaltës që në fole mas me përdor. Edhe gjatë kullosës, ajo nuk u zëmu trajtu. Po nuk i përmbahen aty në rregullave. Aty është pointa. Edhe unë e kuptoj mirë sikletin e blerësve, që ata bin dilem, a me ble, a mos me ble. Ju lutem, ju më treguat një mjaltë, e hapni dot kapakun, flasim pak për atë gjën brenda, për atë aren brenda, që unë të kuptoj. Mirë me besim, po si ta kuptoj? Po, e hapim dot kapakun? Për të parë? Që është me blon. Se në fakt që këtu duket që ti duhet ta kesh të mbyllur, ta kesh me etiketë, ndërsa në Shqipëri vazhdojnë të bëjnë dhurata kështu bidona, dhe unë them që mjalta me apshe, që e këtheva... Nuk e shikoj, këtheja? Si, ti e këthen dhe ajo është... Si zamk. Koeficient, si vjetë kjo mjalt është me koeficientin më të ulët lagështisë. Këto ka imponue kushtet klimatike edhe natyrisht vetë mjalta e malit. Kjo si vetë me refraktometër më ka qitë, vlerat i ka qitë si 14.3% lagështi. Mjalta që nuk tharbet edhe që ka afat përdorimin, du të jetë spaku 18%
lagështi. 20 mundet më farë. Qëka është kjo? Mjalta e pa vulosne, e pa pjekne, din më tharë, din më fermentu edhe prishet. Mjalta që e ka koeficientin të ullë të lagështis, ajo nuk tharbet edhe me mija vjetë qëndronë. Tani më falni, unë në qoftë se marrë mjaltë e njëri që e besoj, çfarë pyetje i bëj atij? Më fali? Në qoftë se unë do marrë mjaltë tek ju, dhe për të ditur që po marrë mjaltin e dur, çfarë pyetje duhet të bëj? Çfarë duhet të di unë? Si ta pyes, që ai të Okej, ai masës ma thot vërtetën, po të paktën si të më mësoni të pyes për mjaltin e mirë. Asnjë bletar nuk thot që unë mjaltë e me mos të bëj. Jo, e kuptoj, po. Pyetje nga ato. Edhe ai ka me thonë fjalët më të mira, bile është mira ka me thonë fjalët për mjaltën e vet, sa që dikur kthehet se po të peshesh, jo, pe ha për vetë. Don ashtu. Çfarë? Ne nuk folim për një produkt bletësh, që quhet para se me fol për këtë produkt bletësh, unë kam edhe një dilemë dhe në përgjithësi këtë bletar e ka një dilemë. Ashtë instituti i gjuhës në Tiranë edhe ashtë instituti i gjuhës në Prishtinë nuk miren me problematikën e terminologjisë bletarisht. Për shembull, ky produkt, këtë bota i thojnë perga. Si? Perga. Perga është këtë ingëllën si term slav. Ne kemë provuar në odën e bletërizve, kemi një farë takimit shtuneve, trojet shqiptare, edhe kemë provuar këtë mos me qujtë perga, po pjapër. Fjalm i përpunuar nga bleta. Kjo i ka kokrat, bleta këto është një turpi e bletës, nuk po kam rast një tregu me po. Pluri i luleve të bletës, i polenit luleve, është i fermentum, i përgatitur me enzima, me gjitha të elementet shtesh nga bleta, që e përdor për ushqimin e bebeve gjatë muajve dimnit kur nuk ka kullos. Kjo tash është një ushqim shumë i mirë për një njeriu. Ky ushqim pjapri, dikun 5 deri në 6 gram, 6 deri në 7 gram, 6 deri në 7 kokrat i pjaprit bojnë 1 gram. Preferohet tek çdo kategori njerëzish. Ka një efekt madh dhe primi në parametrat shëndetit në imunitet. Sidomos pjapri është i mirë për nonat që kanë fëmijë me zhvillim të vanshëm. Por është i vepron edhe në tru, edhe në gjak, edhe në zemër, e kritë. Afati i përdorimit i produktin frigorifer është 14 vjetë. 14 vjetë, dhe mund pa atë një akushtin për në përdorë. Tek njerëzit e rritun preferohet me harxhu mrena ditës 2 gram. Aja në mëngjes këtur në ngju, deri sa të shkrihet. Edhe në mbrëmje para se me ra edhe aty 1 gram. Ai rregullon parametrat mirë. Është diçka një eliksir. Edhe ky nuk gëzon më përdor tek nëse e mbledhin bletëritës shallatana që nuk i respektojnë rregullat e trajtimit sëmundjeve të bletës. Sepse edhe këtu mund të jetë ai helmi. Edhe kjo mund me kon problem. Domthonjë se unë derisa do këtë informat, tash disa dhe frigohen. Apiterapia është që duket një diçka sipërfaqësore, por trajtimin, kontakti, problemet shëndetësore me pas shumë kujdes. Ka as shumë receta apiterapia, qindra lloje recetash trajtimit. Çak edhe me apifitoterapi, domthon kombinimi i produkteve të bletës edhe barnave, domthon të bazës bimore. Mua le ta quajmë një hapje dritare këtë bisedën e sotshme që nuk mbylli shumë, se unë kam pyetje pafund. Dua të kuptoj që ku bëhet dallimi, sepse ju jeni bashkë edhe flisni ju profesionistët, po
çfarë çmimesh, a keni vendosur çmime ju të njëjta, cili duhet jetë çmimi i mjaltit, si duhet ta kuptosh rëndësinë e bletës në jetën e tokës, sepse ne dim vetëm atë, kur të mos ketë më bletë, do ketë më botë. Është e zeri, është turpi botës, është Prishtinë, Mushit, Mjalta, Manuka, Zelandës Re edhe Aksion Shqitet, por dihet që ashtë 000 ne tregu i Zelandës Re nuk është gjendje me mluë tregu botëror me mjallë. Marketingu vetën edhe kjo një shansë për falsifikator, se nuk ka shansë me arë Mjalta, Manuka, Mushit, Prishtinë. Është absurdi absurdeve. Nuk më rrinë, nuk mund më rrinë. Krejtë botën, Manuka, kjo është një absurdi absurdeve. Edhe nuk bëhen analiza, edhe se për këtë analizave, problem botënor është Mjalta sintetike kineze që ka vërshu tregun evropian, natyrisht edhe thënë amerikan. Mjalta, ekziston fabrika për prodhimin e mjaltës, për t'i bëjt analizat e qëtë që është e bletët. Po ju më thoni, ku t'i bëj analizat? Kjo është pyetja. Ku t'i bëj analizat? Analizat detaje vetëm instituti bletarisë e ja vërditin. Kurse këto nuk kemi analizat detaje bletës, as Shqipëri, as Kosovë. Instituti veterinar në Tiranë edhe në Kosovë mund të bëj analizat pjesërishme, po jetë detaje të gjitha. Ne kemi kaluar këto vite me luftra tuaja ju, luftra tona. Ne nuk kemi pas kohë të mendojmë për ushqimin, na është dukur gjë e dorës dytë. Tani jemi aq të emancipuar dhe të edukuar sa të kuptojmë rëndësinë e madhe të ushqimit, kështu që kemi filluar flasim për analiza. Kemi filluar flasim për datskadimi, për etiketa. Dhe në këto fillesa tona, këteja ndaj kufirit, kemi nevojë për profesionistët që të na mësojnë. Edhe të mësojnë dhe shtetin, tek ju dhe tek ne, sepse kur njeriu, individi ka problematik, ka dhe shteti ti, pa tjetër. Kështu që bashk me këto biseda, ne do nxisim shtetin për të bërë të vetën. Unë ju premtoj që do vi t'ju takoj në klinikën tuaj, kam shumë interes, dua të kuptoj më shumë, le ta quajmë një takim të parë këtë të sotshmin. Po, është e kënaqësisht e privilegj për mu. T'jemi mësafir bashkë një gazetare, një moderatore, një shkrimtare, si jo. Edhe unë ju më pres, ne ju më presin me padurim Kosovë në Alipitani, e shini këto përvoja tona, edhe ju presin. Faleminderit, kënaqësi, shumë kënaqësi. Isha me zotin Bedri Statovsi, një profesionist i bletarisë, i apiterapisë, i cili na hapi dritare të reja për ta treguar më shumë për atë që e quajmë thjesht mjalt, edhe thjesht mjalt me sheqer ose pa sheqer. Jo, ajo është një fushë e madhe, një lëmë e madhe, ku ti hyn edhe nuk del dot më, por shumë e rëndësishme. Por më e rëndësishme nga të gjitha është kjo që ne do flasim për sigurinë ushqimore. Shteti ka detyrime për sigurinë ushqimore të shtetasve të vetë. Kështu që ne do pyesim profesionistët për të nxitur shtetin si të na krijojë siguri për ushqimet që ham. Gjithçka nis aty te ushqimi ynë. E dim, helmet që na rrethojnë me lajmet politike, me këto janë bërë kështu, vetëm për ato flasim. Edhe na shajnat medias na helmuat. Por ju që prodhoni na helmoni gjithashtu. Andaj ne do ju mbajmë në kontroll në mënyrën tonë, duke komunikuar me profesionistët. Këtë bëjmë ne. Regjistrohu tek Dritare dhe Rutina Xhunga janë dy kanale ku flitet shqip dhe profesionalisht. Faleminderit.